se Boqacen, ky nuk mundet me tjetër ndikimet se që shkarkon. tjetër që një bëj ndikimet po. Se cili për çka është ministër? Ai ministër e udhëheq një ministri kur e shohim diçka që s'po ecë mirë në një ministri na thonë ministri dop. Ja thonë kryeministri ndroi ministrin. E atë pse pas ka logjik mi thon kryeministri ndroi ministrin kush shkon diçka mirë në ministri mi thon pendojnë na kryeministrin se kryeministri ka fajtur pse s'po shkoj ka diçka. Çi kjo logjika. Mundesh mi thonë edhe çashtu. Po, edhe tashti nëse ti ke dalë ke thon se në Albin Kurtin ti të kujtohet sa shumë e kena kritikuar pse nuk i ka ndërkohë nuk i ka ndryshuar disa ministra që kanë përformuar. Ka ndryshuar edhe tash. Në Albin Kurtin e kena kritikuar, si kena kritikuar Rozeta dhe Nagavci dorë. Rozeta dhe Nagavci siki. Këtë tjerë të kiçi do. Të tjerë të ekipo bislimi me sa kemi kuptuar nuk ka dashur. Mas pari dy tema. Mas pari dy tema fillestare që duhet. A e moni me Albin Kurtin kur del ke fol ke për ato qeverit më herë që kanë pas shumë ministra dhe ministra. Kur thonë në një vend varfër si Kosova e kena një qeveri megalomane kineze dhe sot ngjej 21 anëtar të kabinetit i kije. Ku t'ja shtojsh këshoj edhe ata kallabllak zëvendës ministra që emrohen tash e tutje, për çka po flasim? Kanë me udhëheq tani Kosovë me 1,5 milion banor. A duhet me qenë mas pari një qeveri me 21 persona në kabinet për me udhëheq që Kosovën tonë të varfëm? Kjo është pyetja por. E dyta, sheh përfaqësimin gjinor. 5 me 16 e ki. 16 moshku i ki, 5 femra i ki në kabinet. Dhe kjo është, nëse flet për barazi gjinore, minimumi. E pse s'duhet më konë 70% femra? Çfarë barazi është gjinore? Minimumin, po them, apo ndëgjoj minimumin. Po. Minimumin. Do të thonë një minimum të paktën përfaqësimit, madje ka barazia gjinore shumë duket artificiale. Hajde bëjna 50 me 50. Po pse duhet më bësh ashtu? Pse mos më konë 90 femra, 90% femra, për shembull. Për shembull, pse duhet më konë 50-50? Se ki ligj shumë pa lidhje që kjo rregull dhe kush i shpikit do pa rregulla ke bën me ligj këto, me ligj e ke bu. Po me ligj dhe pa lidhje. Tash ti kur e sheh, domethënë nuk është te qeveria, mos. Jo te qeveria sa, po është te bordet të ki ligj për barazi gjinore. Që është votuar në Kuvend Kosovës e ku nuk thot vetë qeveri, po thot nuk ka për qeveri, është për bordën ndërmarrje. Jo, ato kushtet cegne është për shembull lista për gar. Jo gjavet, ajo është ligji për zgjedhjet lokale për pikërisht ato është e përcaktuar. Ligji për barazi gjinore. Për barazi gjinore thotë që duhet edhe punësimet, edhe në nivelet e ulta me shku 50-50 për me barazu dy gjinit. Po flasim për një ligj tjetër, jo për zgjedhjet parlamentare edhe zgjedhjet lokale, që është tjetër rregulla ajo 30%. Edhe lista që është